Dhuna digjitale ishte në fokus të aktivitetit të zhvilluar në Lezhë në kuadër të fushatës së 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës së bazë gjinore, duke evidentuar rritjen e ndjeshme të denoncimeve, sidomos në grupet vulnerabel. Martë Fetaj, drejtoreshja e Shërbimit Social në Bashkinë Lezhë, u shpreh se këtë vit shifrat e raportimit janë rritur dhe se më të prekura mbeten shtresën e nevojë, ku dhuna shpesh faqet fillimisht në formë digjitale dhe më pas shndërrohet në dhunë fizike. Gjatë vitit 2025, Shërbimi Social, koordinatori i dhunës menaxhon 100 raste me urdhër mbrojtje, të cilat kanë marrë të gjitha shërbimet e duhura pranë Shërbimit Social në mbështetje të tërheqjes teknike dhe të gjithë aktorëve që punojnë çdo ditë me ne. Nuk është shtuar rastet e dhunës, por është shtuar numri grave dhe vajzave që kërkojnë mbrojtje për të mos jetuar asnjë ditë më në situatë dhune. Edhe për dhunë psikologjike kanë marrë urdhër mbrojtje, por e shumica ka qenë dhe dhunë fizike, sepse në përgjithësi gratë shkojnë drejtohen policisë dhe koordinatorët dhunës në atë herë kur dhuna ka agravoar. Por fal ndërgjegjësimit të vazhdueshëm që bën Shërbimi Social, vitet e fundit kemi marrë edhe urdhër mbrojtje për dhunë psikologjike. Kemi marrë urdhër mbrojtje edhe për shumica janë 85% 90 janë gratë që marrin urdhër mbrojtje kundër burrave, por ka edhe disa raste që kanë marrë burrat kundër grave të tyre. Pra dhuna nuk dëmton vetëm gruan, por gruan, burrin, vajzën dhe djalin. Dhe Shërbimi Social e ka shumë të rëndësishëm për ta marrë në tërësi mbrojtje rastin e dhunës, sepse aty kemi fëmijë të cilët dëmtohen dhe kanë nevojë për trajtime të specializuara. Shumica e rasteve ne na vinë gratë që janë vulnerabel, familjet me probleme ekonomike, por nuk është të thënë e prerë me vizë, sepse kemi dhe familje intelektuale të cilët janë në urdhër mbrojtje, sidomos disa familje që janë në proces divorci, ku bashortet e pranojnë me shumë vështirësi divorcin dhe ushtrojnë dhunë ndaj bashorteve të tyre, dhe këto raste janë më të vështira edhe për të trajtuar, dhe sidomos kur gjykata cakton vendosin e fëmijës tek njëri prind apo tek prindi tjetër, atëherë këto raste shkojnë deri në dhunë fizike për takimin e fëmijëve të tyre. Bashkia Lezhës ka krijuar dhe financion qendrën e emergjencës. Tashmë kemi një fond të dedikuar për vajzat dhe gratë, djemë dhe burë që janë situatë dhune, mbështeten më njëherë me pagesë nga sistemi ndihmës ekonomike, marrin paket ushqimore dhe tek strehimi social. Ekspertët e nënvizuan se mbetet jetike që çdo formë dhune të denoncohet më njëherë, po aq e rëndësishme është identifikimi i hershëm i saj për të mundësuar ndërhyrjen në kohë dhe për të shmangur agravimin e situatës.